Drejtuesi i Departamentit të Mjedisit në Partinë Demokratike, Jamarbër Maltezi, në një deklaratë për mediat këtë të shtunë, foli për trajtimin e ujrave të ndotura, teksa u shpreh se Shqipëria është e fundit në Europë. Në krahasim me BE, Shqipëria sipas tij është 6 herë më keq në trajtimin e ujrave të ndotura. Të dhënat e fundit të raportit Eurostatit për ujrat e ndotura i ngren kapakun pusetës së gënjeshtrave të Edi Ramës. Kjo tabel që shihni në ekran tregon faktet kokforta dhe përgënjeshtron keqas propagandën bajate të narkoqeverisë. Sipas Eurostat, vetëm 12.6% të popullsisë në Shqipëri ka lidhje me impiante që ofrojnë të paktën trajtim dytësor të ujrave të ndotura. 88% e ujrave të ndotura derdhen në det të patrajtuara siç duhet. Eurostat tregon përkeqësim të fortë në vitet e fundit. Nga 33.6% në 2018, trajtimi i ujrave ra në 30.9% në 2020 dhe më pas ka zbritur në 12.6% në 2024. E fundit në Evropë, por edhe e fundit edhe në Ballkan. Shqipëria vjen pas Serbisë, pas Bosnjës, pas Turqisë. Në krahasim me BE-n, Shqipëria është 6 herë më keq në trajtimin e ujrave të ndotura. 88% e ujrave të ndotura që shkarkohen pa trajtimin e nevojshëm mbushin lumenjt, liqenet dhe detin dhe shkaktojnë sëmundje infektive për njerëzit. A ka institucione ky shtet apo ka vetëm tendera dhe korrupsion? A ekzistojnë në këtë vend institucione të tilla si Agjencia e Mjedisit, Inspektoriati Mjedisor, Agjencia e Bregdetit, Drejtoria e Shëndetit Publik? Pse paguhen mira paga për punonjës dhe institucione që nuk garantojnë asnjë shërbim? Mëtej Maltezi u shpreh se Partia Demokratike mbështet thirrjet për largimin e Edi Ramës, për krijimin e një qeverie teknike dhe zgjedhje të lira që të mundsojnë formimin e institucioneve të pavarura.